Ka hapësirë që të gjendet zgjidhje për zhbllokimin e procesit eurointegrues, theksoi përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas. Mekanizëm do të kërkohet në samitin e NATO-s që do të mbahet në Hag, ku kryeministri Hristijan Mickoski pret që të organizohet takim me autoritetet bullgare e ku do të marrin pjesë krerët e BE-s Ursula von der Leyen dhe Antonio Costa. Në samit nga Pala Maqedonase do të marrë pjesë presidentja Gordana Siljanovska-Davkova. Takimi për herë të parë është përmendur me Siljanovskës dhe Koshtës dhe tani po pritet përgjigje nga Sofia zyrtare. We want North Macedonia to really move on this path and so we know that there are obstacles on the way and we were discussing those as well to find really mechanisms to overcome these obstacles. Кога ќе бидеме сите на иста маса, колку и да трае тоа, тогаш е добро да се разговара. Ние веднаш тоа го прифативме. Не знам каков е одговорот од Бугарија, но ние тоа го прифативме и денеска повторно тоа заедно со господата Каја Каллас разговаравме на таа тема и апсолутно ја потврдивме нашето пределба. Përfaqësuesja e lartë Kallas theksoi gjithashtu se mos integrimi i rajonit në Bashkimin Evropian mund të paraqesë çështje sigurie, gjë me të cilën pjesërisht u pajtua dhe kryeministri. Има сили во регионот кои што сакаат да рефлектираат нестабилност. И затоа кога ќе ги имаме сите аргументи на еден ваков билатерален состанок, тоа би било многу добро. Тоа би било многу добро да се слушне. На крајот од денот ние сите треба да седнеме и да ги слушнеме аргументите. Можеби од таа страна ќе слушнеме некои аргументи кои што до сега не сме ги знаеле. Каде исчезна, да речеме, 200.000 македонци во западна Бугарија. Sipas Kallasit, aktualisht ende po punohet për zhbllokimin e procesit përmes pranimit të ndryshimeve kushtetuese. We still have hope that the plan A works and we are working for this and if not then we will move into next phase. Yes. Nga Shkupi, ajo përsëriti se Maqedonia i përket Bashkimit Evropian dhe përshëndeti harmonizimin me politikën e jashtme të BE-s, si dhe përpjekjet për agjendën e reformave.